me gjithë respektin që kam si djalë, e kam pas futbollistin tim. Para se të konfirmosh, unë do të kërkoja nga stafi, nga presidenca, bësh një analizë e kampionatit kaluar. Pse vetëm në atë gjendje, pse vetëm fund të tabelës. Rrezikuam seriozisht, si çdo vit tjetër, edhe këtë vit rrezikuam. Pse ndodhen këto fenomene? Tjetra që kam, pse këtu nuk ka një objektiv, skuadra Lushës nuk ka një objektiv. Ku japin llogari këta njerëz? Dalin në fund tabelës, nuk japin llogari. Humbin thellë, 4 nesër rresht nuk japin llogari. Nëse nuk do funksionoj kjo punë, të japin llogari sa herë duhet, e të marrin përgjegjësitë e tyre, ne në këtë gjendje do jemi. Nuk e turba kemi notuar, aty do notojmë prapë. Unë nuk shoh ndonjë optimizëm. Bile po të kërkoje idenë time, mendimin tim me 2 kandidatura, unë do pranoj të ishte Tambano para gjatës. Për vetë eksperiencën, për vetë emrin që ka, për shumë gjërave, ka dhe prova, se tomate me prova. E futi Lushe kategorisë superiore, momentin që e mori. Ju si specialist futbolli, si shikoni ekipin sot të Lushnjës? Në këto momente që flasëm, ekipi është akoma i pakontrolluar komplet. Ka nevojë për ardhje, për afrime, vetëm duhet të kenë afrime cilësore. Nuk është e nevojshme me 7 leta, 6 leta, e rëndësishme është që ata që të vinë 3, 4, 2, që janë lojtarë cilësor, që të shërbejnë skuadrës, nuk duam lojtarë të stor, duam lojtarë cilësor. Të mbajnë peshë në skuadrës, të bëjnë diferencën, po që për se do të marrim lojtarë të kësaj natyre që kemi marrë deri tani, atëherë më mirë me të rinë tanë. Dhe ishte më saktë, e do mendojmë për perspektivën. Edhe aty kam rezervat e mia ke akademia, që nuk funksionon si duhet akademia. Ka vite që nuk funksionon. Po nuk u vën lëvizje akademia, Lusha do të jeni këtu vetëm duke kërkuar jashtë rrethit.